E kush nuk është dashuruar me Penelopën e bukur greke, me ato fytyrë të gdhendur mesdhetare që për besnikërinë ndaj dashurisë së saj shturte për lura për 20 vjet me radhë, sepse e tillë është dashuria, ajo i mbijetoi viteve me forcën e saj, dhe në letërsinë greke na ka sjellë imazh femrash si Helena, që shkaktoi një luftë për dashurinë. Historia e Penelopës na ka magjepsur me besnikërinë e saj. E interpretuar për një nga artisteve më të njohura greke, një legjend me emrin Irena Papas, ky rol është gdhendur në historinë e botës. Kjo figurë e bukur femërore e fortë me ato sy të thellë që tregojnë vojtje dhe bukuri njerëzore, është gdhendur thellë në memorien e çdo njeriu që njohi moralin e jetës nëpërmjet kinemas, që njoh mallështinë dhe pastërtinë e një dashurie në një film epokal siç është ai Odiseu, dhe një rol interpretuar me mallështinë mbetet në jetë të jetëve dhe kthehet në mit. E tillë është dhe Irena Papas. Deklaratat e saj të fundit të kësaj dive të madhe dhe të papërsëritshme të kinemas, që me karrierën e saj u kthye në një legjendë botërore, me të vërtetë të bëjmë përshtypje. Nuk mund të largohem nga kjo botë e të mos them të vërtetën se unë jam shqiptare, ka deklaruar diva e kinemas. Emri i saj i vërtetë është Irene Leleku, dhe se origjina e babait të saj ishte shqiptare. Nëna ime ishte nga Epiri dhe babai nga Shqipëria. Ai ishte një mësues letërsie dhe urrente priftërit, ka deklaruar diva në biografinë e saj në IDM. Në një deklaratë që ka shokuar me të vërtetë gjithë Greqinë, sepse ajo është një nga heroinat më të mëdha të kinemas greke, një idhullikotik kombi, por që vërteton me më shumë bindje se shqiptarët në Greqi janë me të vërtetë një faktor i rëndësishëm dhe kanë kontribuar në të gjitha fushat e jetës. Faktin që ajo është arnavitse e konfirmojnë dhe historianët e rëndësishëm të fushës.